Protestat kundër projekteve turistike në zonat e mbrojtura të Shqipërisë kanë kaluar tashmë kufit e vendit dhe kanë tërhequr vëmendjen edhe në Europë. Për eurodeputeten franceze Emma Furro, këto nuk janë thjesht protesta për mjedisin, por një përplasje mes interesit publik dhe fuqisë së miliarderëve. Sipas saj, ajo që po ndodh në Shqipëri nuk është një rast i izoluar. Fenomene të ngjashme po shfaqen edhe në Itali, në Pulja dhe Sardenjë, ku projekte të mëdha turistike të lidhura me investitorë të fuqishëm po përballen me kundërshtimin e banorëve vendas. Furro, e cila vizitoi Shqipërinë, thotë se mobilizimi qytetar historik. Sipas saj, gjithçka nisi si një betejë për mbrojtjen e natyrës, por shumë shpejt u shndërrua në një revolt kundër mënyrës se si qeveria po trajton pronën publike dhe zonat e mbrojtura. Ajo kujton se Jared Kushner, ëndri Donald Trump, ka deklaruar se interesi për Bregdetin shqiptar lindi pasi Ivanka Trump e vizitoi zonën gjatë një udhëtimi me jat disa vite më parë. Për Furro, kjo tregon mentalitetin e një elite që beson se mund të blejë gjithçka, përfshirë edhe territori me rëndësi të jashtëzakonshme mjedisore. Sipas eurodeputetes, tokat e Shqipërisë nuk mund të trajtohen si madh luksi për miliarderët. Ato janë pjesë e trashëgimisë së qytetarëve shqiptar dhe përfshin ekosisteme të mbrojtura që nuk duhet të sakrifikohen për interesa private. Ajo akuzon drejt për drejt qeverinë shqiptare se jo vetëm ka lejuar këto projekte, por ka ndryshuar edhe ligjin për zonat e mbrojtura në vitin 2024, duke u lehtësuar zhvilluesve procedurat për ndërtim. Sipas saj, protestuesit kërkojnë shfuqizimin e këtij ligji, pasi e konsiderojnë atë si bazën ligjore të betonizimit të Bregdetit. Furro e përshkruan situatën si një formë të re kolonializimi ekonomik. Sipas saj, ultra të pasurit po privatizojnë natyrën, ndërsa banorët vendas rrezikojnë të humbin pronat dhe mënyrën e tyre të jetesës. Gjatë vizitës në Shqipëri, ajo thotë se ka takuar familje që disponojnë dokumente pronësie, por megjithatë jetojnë me frikën se mund të largohen për të hapur rrugë investimeve luksoze. Në këndvështrimin e saj, kjo është një luftë e qartë sociale. Nga njëra anë janë qytetarët që përballen me mungesën e shërbimeve bazë dhe vështirësive ekonomike, nga ana tjetër janë investitorë shumë të pasur, të cilëve u krijohen të gjitha lehtësitë për të zhvilluar projekte fitimprurse. Sipas saj, e njëjta skem po përsëritet edhe në vende të tjera të Europës jugore, në Itali, Spanjë, Greqi, Maltëzi dhe Shqipëri. Komunitetet lokale po organizohen për të mbrojtur territorin e tyre nga projekte që, sipas tyre, favorizojnë vetëm interesat e kapitalit të madh. Furro thotë se sloganet e dëgjuara në protestat shqiptare si "Shqipëria nuk është në shitje" pasqyrojnë revoltën e një shoqërie që po shet të rinj të largohen për mungesë perspektive, ndërsa tokat publike u kalojnë investitorëve të huaj. Një nga zonat që e ka impresionuar më shumë gjatë vizitës së saj ishte laguna e Nartës përballë ishullit të Sazanit. Ajo e cilëson këtë territor si një nga deltat e fundit të mëdha të paprekura në Europë dhe shpreh shqetësimin se edhe aty ka nisur ndërhyrje infrastrukturore. Sipas saj, pretendimi i autoriteteve se po kryhet vetëm një studim i ndikimit në mjedis nuk është bindës. Furro argumenton se nuk mund të ndërtohen rrugë dhe ura për të realizuar një studim, duke e cilësuar këtë si politikë të faktit të kryer. Eurodeputetja franceze shprehet se në Parlamentin Evropian janë paraqitur amendamente për të kërkuar një moratorium mbi këto projekte, duke argumentuar se ato bien ndesh me standardet europiane për mbrojtjen e mjedisit. Megjithatë, ajo kritikon edhe Bashkimin Evropian, duke akuzuar për hipokrizi. Sipas saj, ndërsa në deklarata publike Brukseli mbron vlerat ekologjike, në praktik mbështet politika që përshpejtojnë investimet dhe reduktojnë kontrollet mjedisore. Furro ngre gjithashtu shqetësimin për mënyrën se, sipas saj, protestat janë trajtuar nga një pjesë e mediave shqiptare dhe për etiketimin e protestuesve si agent të huaj. Pavarësisht kësaj, ajo vlerëson se mobilizimi qytetar ka vazhduar për javë të tëra dhe ka bashkuar breza të ndryshëm. E pyetur nga L Media se çfarë ndodh nëse rrugët ligjore nuk japin rezultat, eurodeputetja përgjigjet se kur shteti nuk dëgjon qytetarët, është e natyrshme që shoqëria të kërkojë forma të tjera reagimi. Ajo argumenton se përgjegjësia kryesore bie mbi qeverinë që sipas saj lejojnë ndërhyrje të paligjshme në mjedis. Në fund, Furro shprehet se aktivistët shqiptar janë më të vendosur se kurrë për të vazhduar protestat. Sipas saj, ata nuk do të ndalen derisa të ndërpriten punimet dhe të ketë përgjegjësi politike për vendimet e marra. Për eurodeputeten franceze, ajo që po ndodh sot në Shqipëri është shumë më tepër se sa një debat për një projekt turistik, është një përballje mes interesit publik, mbrojtjes së natyrës dhe fuqisë së kapitalit, një betejë që sipas saj po zhvillohet në gjithë Europën jugore.